Veteranët e Federatës ping-pongit janë e kalumja, janë historia e kësaj federate, janë frymëzimi i gjeneratave të reja. Mbi 50 vjet, e merrna me sporte dhe tjera. Si mjek mund ta vlerësoj që jemi të gjithë shëndosh. Dihemi mirë edhe krenarë që kena organizu kampionatin, këto e bojmë çdo vit kampionatin individual për veteran. Sa vjet mos? Kampionati individual i veteranëve mbohet që shumë vite mbas lufte, tashmë është veç kjo është tradit, mbohet sepse veteranët e Federatës ping-pongit janë e kalumja, janë historia e kësaj federate, janë frymëzimi i gjeneratave të reja. Me të vërtetë sot është shumë e rëndësishme mi po këtu, janë grup moshat nga 40 vjet deri në 86 vjet. Për mbi 50 vjet. Mbi 50 vjet. E merrna me sporte dhe tjera. Si për shembull? Po jo mësuesi sportit, po ju ku mësu fëmijët not, shkollës fillore, të mesme, edhe studentat disciplinat sportive, kronit, delfinin, e tjerë. Skimin, e posaçërisht handballin e kum pas sportin numër 1, e ping-pongun numër 2, Sigarus. Sigarus vetë, po. Sigarus edhe mësus, jam trener, edhe refer ndërkombëtar, jam refer ndërkombëtar i ping-pong. Po tash jam pension. Ka interesim, por duhet në atë vjetrit edhe posaçërisht federata edhe Komiteti Olimpik e Federata e ping-pongut me ndiku në shkolla ku baza edhe mësimit, po edhe artit, edhe sportit. Po besoj se duhet të ecë edhe ma shumë. Ma tutje posaçërisht tash me lojrat mediterane, cilat mohen këtu në shtetin tonë, do t'i jep stimul edhe ma të madh. Në shtytje, do të kemi edhe objekte ma të mira edhe për këtë sport. Jam me profesion mjek i emergjencës dhe luaj shumë vite. Vitet e fundit, domethënë jemi kategorizuar në grup mosha, që është një lehtësi edhe për lojtarët për me marrë pjesë, e jo me lujt dikush më i fortë, dikush më i dobët që me humb vullnetin për lojë. Përkundrazi sot ne jemi taku pas disa mujve që s'kemi mujt me taku, e pam një atmosferë shumë të këndshme, një atmosferë që jemi përmallu të gjithë me u taku njëri tjetrin. Janë kryesisht përfaqësues nga gjitha qendrat e Kosovës, nga gjithë vendbanimet, edhe besoni që i gëzohem takimeve të tilla, edhe si shoh unë edhe si mjek mund ta vlerësoj që jemi të gjithë shëndosh, edhe me këtë aktivitet ne bëjmë përveç një trajtim, një suport për shërimin e sëmundjeve, bëjmë një preventiv. Për momentin është ky turneu i parë i shoqatës së veteranëve, vërtet i dyti edhe një është mbajt më herët në Skënderaj me datën lavdinë të natën e zjarreve. Dhe kemi edhe disa turne tjera, që do të thonë 4-5 turne në vit që i mbajmë në Kosovë, por marrim pjesë edhe në garat në Shqipëri, në Maltëzi. Marrja me sport është një preventiv për të gjitha sëmundjet. Edhe them, sporti ping-pongut është pak më karakteristik, ka angazhime, ka shumë benefite, ka shumë të dobi, por nuk ka lëndime. Unë kam punuar shumë vite domethënë në emergjencë dhe zakonisht dera e parë e njerëzve që lëndohen ose smuhen janë në emergjencë. Mund të them në numër shumë i pakt ose rrallë që mund të vrehet domethënë lëndime krahasuar me sporte të tjera si futbolli, basketbolli e të tjerët.